makina radhës është si bish që se kena bo akoma, është W213 E63S, po me ngjyrë shumë të veçantë. Ja ku e keni. Kjo është ngjyrë e kuqe, e ka hyancith red, shumë e veçantë. Shumica janë zeza si këto. Kur s'ka shumë dritë, ngjan pak si portokalli e nezë me shumë, edhe targën e ka i 63 red. Tu para kena Distronikun kamërën që ka kamera 360 gradë. Ky front splitteri është vu vetë, i shkon, duket si me pas fabrike. Fenert multibeam, disjet AMG normal, frenat AMG në 6 pistonçina, disje i zeqe. Këto pjesë të kromit janë vesh janë bërë zeza, më bukur në gjakë ka më shumë kontrast të kuqa me zezën. Shumë makinë e bukur. Ka dalë kjo ka qenë më shpejta se gjithë të rivalet e vetë, se E63S ka 612 kuaj standard edhe 850 Nm tork. Mrapa është vu difuzori dhe marmitat e brabusit. Edhe këto i shkojnë. Këto stopat i kanë gjithë 213 që i kanë si me grimca, gurnizën gjabë bukur. Edhe këtë bishtin të bagazh që e kanë vu, po edhe ky bukur në gjanë, nuk është në gjojët e prume. Normal V8 biturbo, Formatic Plus. Shumë makine bukur. Ka lezet kur kanë makinat që në ngjyra pak më ndryshe.